Në ditët e fundit të majit në Shqipëri zbresin charterat e parë me turist dhe fluturimet vazhdojnë deri në mesin e tetorit. Tur operatorët që merren me turizmin e organizuar tregojnë se të njëjtën do të vinë 4 charterat e parë për këtë sezon veror, të cilët do të sjellin rreth 800 turistë huaj në total. Fluturimi charter kemi spanjollët që ka disa vite që operojnë dhe fakt është treg që ka ndritje. Kemi nga Portugalia, kemi nga vendet baltike. Kjo është, domethënë, panorama. Domethënë, shpresojmë të rikthejmë me fluturime charter dhe vendet nordike. Për fluturime charter ne kemi rritje rreth 15, mbi 15%, 15 deri në 20%. Varet nga ka hoteli që kanë edhe 20% edhe 20%, ka hoteli që pëllën minimumi nga 15%. Veç destinacioneve tradicionale si Durrësi dhe Golemi, këtë vit turistët që vinë me fluturime charter pritet të pushojnë edhe në Vlorë. Për herë të parë këtë vit kemi futur edhe Vlorën, pra me fluturime charter, pra në mënyrë të organizuar. Konkretisht kemi çekët dhe polakët, cilët kanë marrë përsipër, le të themi, të fillojnë këtë vit me fluturime charter. Në fakt, ky ishte edhe një garanci që ne u dham, pas aeroportit do të ishte operativ. Shpresojmë që do të fillojnë nga fillimi qershorit për fluturime charter. Ndërkohë, prej prillit, 3 herë në javë kryhen edhe fluturime Tiranë-Tel Aviv, të cilët sjellin turistë izraelit dhe kërkesa, sipas operatorëve, po shfaqet në rritje.